Heretizmi në mendimin islam. Ndërsa medhebet e ehli sunetit, Ibn Hazm i ka ndarë mendimet heretike në disa grupe. Ai ka thënë, Ebu Muhamedi ka thënë, njerëzit kanë mendime të ndryshme për këtë çështje. Disa thonë se ai që i kundërshton ata në ideologji apo në diçka prej çështjeve të fetvave është i pafe, kafir. Një grup tjetër ka thënë se ai është kafir në disa prej tyre dhe fasik, i papërgjegjshëm në disa të tjera, në varësi të asaj që quhen mendimet dhe supozimet e tyre. Një grup i tretë ka thënë se ai që i kundërshton ata në çështjet e besimit është kafir dhe ai që i kundërshton ata në çështjet e rregullave dhe të adhurimeve nuk është as kafir, as fasik, sepse bëri ijtihad, u përpoq në studime e hulumtime dhe është justifikuar. Nëse gabon, është i shpërblyer me niyetin e tij. Një grup tjetër ka thënë të njëjtën gjë për atë që i kundërshton në çështjet e adhurimeve, që i kundërshton në çështjet e besimit, ideologjive, se çdo mosmarrveshje e mospajtim në cilësitë e Allahut të madhëruar është kafir. Nëse është mospajtim për të tjera gjëra përveç kësaj, ai është i shthurur. Ibn Hazm më pas përcjell këto thënie, përmend mendimin e tij dhe mendimin e dietarëve të mëdhej të ehli sunetit, duke thënë, një grup ka thënë se një musliman nuk quhet i pafe e as i shthurur për një thënie që ka thënë në besim apo fetva. Kjo është thënia e Ebi Lejlas, Ebu Hanifes, Shafiut, Sufjan eth Theurijit, Daud ibn Aliut, Allahu qoftë i kënaqur nga të gjithë. Këtë thënie të gjithë e kanë mësuar prej sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Nuk dim mendim tjetër prej tyre. Ahmed ibn Zahir es Serkasi, që është prej shokëve të ngushtë të Ebi Hasan el Ashari, thot, kur Ebi Hasan el Ashari ishte afër vdekjes, në shtëpinë time në Bagdad, më urdhëroi që të mbledh shokët e tij. Unë i mblodha. Ai tha, jini dëshmitarët e mi, që unë nuk quaj të pafe askënd që është prej atyre që drejtohen nga kibla për një gabim, sepse unë i kam dëgjuar ata të tregojnë për një adhurues të vetëm dhe Islami i përfshin ata. Po ashtu, jam përcjell nga Imam Shafiu disa thënie për këtë kuptim. Nuk quaj heretik asnjë nga pasuesit e egos për shkak të një gjunahu. Nuk bëj të pafe asnjë prej atyre që drejtohen nga kibla për shkak të një gjunahu. E pranoj dëshminë e pasuesve të risisë përveç el Kitabietu.